Këngëtarja e njohur Fjolla Morina raportohet se është përfshirë në një incident rrugor gjatë orëve të fundit, një lajm që ka shqetësuar menjëherë publikun dhe fansat e saj. Sipas burimeve të para, bëhet e ditur se artistja ka pësuar një aksident me automjet, por ende nuk ka një tablo të qartë mbi mënyrën se si ka ndodhur gjithçka. Informacionet janë të pakta dhe të fragmentuara, duke lënë shumë pikë pyetje të hapura. Burime pranë këngëtares theksojnë se aksidenti ka ndodhur papritur dhe se rrethanat mbeten të paqarta, ndërsa ende nuk dihet me saktësi as vendodhja e ngjarjes. Për momentin, as autoritetet kompetente dhe as stafi i menaxhimit të artistes nuk kanë bërë ndonjë deklaratë zyrtare, duke shtuar edhe më tej konfuzionin dhe shqetësimin në publik. Ajo që ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve është fakti se Fjolla Morina, e cila njihet për praninë e saj aktive në rrjetet sociale dhe komunikimin e shpeshtë me publikun, ka zgjedhur të mos reagojë. Mungesa totale e një postimi, qoftë edhe të shkurtër, është e pazakontë për të dhe ka ngjallur një numër të madh reagimesh nga fansat që kërkojnë informacione mbi gjendjen e saj. Nga ana tjetër, burime jo zyrtare sugjerojnë se Fjolla mund të jetë duke marrë trajtim mjekësor pas aksidentit. Megjithse këto informacione po qarkullojnë me shpejtësi, nuk ka ende asnjë konfirmim zyrtar që të skarojë shkaljen e lëndimeve, nëse se ka pasur të tilla, apo gjendjen aktuale shëndetësore të artistes. Kjo situatë ka lënë publikun në pritje dhe ka rritur ndjeshëm ankthim tek fansat e saj. Në këto rrethana mbetet të pritet një reagim nga familjarët, stafi i saj apo vetë këngëtarja për të hedhur dritë mbi ngjarjen dhe për të qetësuar ndjekësit e shumtë që kërkojnë informacion të saktë. Deri atëherë gjithçka mbetet në nivel spekulimesh, ndërsa shpresa kryesore e publikut është që